Shkon vëllezër hadithi i mirënjohur i Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu an, aty për cilës e Hudhaifja, që ka qenë shoku i sekreteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thënë se o i dërguari i Allahut, do thotë Allahu pas këtij sherrri xahilietit për cilën kemi qenë, na ka sjellë të mirësi të mëdha për Islamin. Pastaj i tha: "Wa hal ba'da al-khayr min wa hal ba'da hadha al-khayr min sharr?" Pas kësaj mirësie të Islamit, a do të ketë sherr, të këqija, fesad? Tha: "Na'am", pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, gjithsesi. Kush janë ata? Tha: "Du'atun ala abwabi jahannam", janë thirrësit drejt dyrëve të xhehenamit. Thirrësit drejt dyrëve të xhehenamit. Men ajabahum qadhafuhu fiha, kurdo që i përgjigjet e hedhin në to. Shkon vëllezër, ky është një hadith të jetë madhështor për shenjave të profecisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon vëllezër përpara njeri i cili ka qenë pasuesi bidateve, pasuesi devijimeve të rënda, e ka folë ndoshta një fjalë, mirë po fjala e tij ndoshta nuk e ka kalu me xhlisin ku ai ka qenë. Aty kanë qenë prezent 10 veta, 10 veta, hajde 100 veta, ndoshta dikush e ka shkruar atë fjalë tina, pastaj e ka shënuar me një libër, pastaj ai libër ka përfunduar me vdekjen e tij, pastaj ai ka vdek, edhe është harruar ndoshta ajo fjalë. Ndërsa sot me keqardhë themi njerëzit e devijumllët e përhap e poston fjalën e tij, edhe brenda sekondave fjala e tij përhapet në të katër anët e globit. E shikojnë me miliona njerëz. Pra vëllezër, çështja ka ndryshuar sot. Pra në kohën që ne po jetojmë, çohet njëri prej këtyre njerëzve të devijum, e bën një shkrim, e bën një postim, edhe brenda sekondave ai përhapet. Qoftë do të thonë për media, qoftë në rrjetet sociale, tek miliona njerëz përhapen dyshime, pastaj këto dyshime ju nxiten për zemrat njerëzve vëllezër. Edhe e kanë shumë vështirë më shkput prej tyre. Mirë po, cilë është ilaçi, trajtimi vëllezër pikërisht po na tregon Allahu në këtë ajet. Sikur këta njerëz vëllezër që kanë rënë prej e këtyre dyshimeve, do të ndaleshin, ta shikonin mirë këtë ajet, ta kuptonin ashtu siç duhet. Këtë thirrje hyjnore prej Allahu subhanahu wa taala nuk do të binin në atë xhenë në të cilën kanë rënë. Po thotë Allahu: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm", mos shko pas gjanave për cilat nuk ke dijeni, sepse dëgjimi yt, shikimi yt, zemra jote për gjitha këto ka llogari, ke më dhënë llogari, je përgjegjës për to. Pra nuk takon ty si musliman me e liru dëgjimin ton apo shikimin ton në gjëra vëllezër që nuk janë halal, në gjëra që të futin dyshime në zemrën tënde. Pse? Sepse pastaj vjen fitnja, sprovohesh në fetë Allahu subhanahu wa taala, edhe nuk ki mundësi ndoshta me dal prej saj. Ndërkohë që ti vet e ke dëmtu veten, thot vet i ke fry zjarrit me gojën tënde, e pastaj e djeg. Andaj vëllezër, njeriu i cili e ekspozon veten ndaj fitneve, në fillim, e ka shumë vështirë në fund tyre me shpëtungat. Shkon vëllezër, nëse dëshiron të mësosh për fenë e Allahut subhanahu wa taala, ta mësosh besimin e pastër të Islamit, duhet me shiku vëllezër mirë se çaj besim që ti po don me mësu për kujt po e merr. Duhet me shiku mirë se kënd po e ndjen, kënd po e pason. Duhet me shiku mirë se ai person i cili po thret drejt Allahu subhanahu wa taala, ato fjalë që po t'i thot, a dalin prej dritës profetike, pra fjalëve të pejgamberit dhe fjalëve të Allahu subhanahu wa taala, apo është e kundërta Allahut. Pra vëllezër, muslimani nuk duhet me kanë i tillë që e pranon kështu më kanë si sfungjeri, çdo gjë që i jepet, pa e konfirmuar mirë. Nuk duhet vëllezër me kanë ashtu. Nuk duhet me kanë i tillë që me e pranu çdo gjë që e vjellin nga barqet e tyre ata pasues të devijimit, pasues të bidateve, pasues të sherrit edhe të fitnes. E ti me e marr ata pa kurfa rezerve. Vëllezër, besimtari nuk i takon, nuk i ka hije besimtarit me kanë, në asnjë gjendje, në asnjë rrethon. Andaj vëllezër, kur njeri tregohet i matën, kur i konfirmon gjanat mirë, e verifikon mirë, kjo tregon vëllezër se ai njeri është i mençur. Është njeri i matën, është njeri mendjempreth, është njeri vigjilent.
Dhe kjo me lejen e Allahut subhanahu wa taala tregon se përfundimi i këtij njeriu ka më kanë i mirë. Ka më kanë gjithmonë hajër, në qetësi, në rahati. Ka më kanë përforcim të vazhdueshëm prej Allahut subhanahu wa taala. Do të jetë i përforcuar, do të jetë i qëndrueshëm edhe në atë kohë kur njerëzit vëllezërshka luhatën në besimin edhe qëndrueshmërinë e tyre në fenë Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, kur besimtari, kjo është parim që duhet ta kemi parasysh, kur besimtarit i ngatrohen vëllezër çështjet, çka do të më vepru? Nuk do të më marr qëndrim vëllezër, nuk do të mungut. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, mos shko pas gjanave për cilat nuk ke dijeni. Ndalu. Shkon edhe brezat e parë të Islamit, sa bukur na kanë sqaruar. Kur i kanë përmend to fitnë që ndodhin mesin e muslimanëve, ka thënë shembulli, i tyre është sikur shembulli i disa njerëzve që kanë marrë udhë. Edhe gjatë udhës ka ardhur një erë, një frymë e madhe me zall, me dhe. Edhe ja u ka mbulu horizontin, edhe ju ka hup orientimi. Nuk kanë ditë më nga me shku. Kështu që disa kanë thënë rruga jon është ndjathtë edhe ja kanë mësy anës djathtë, edhe kanë deviju. E kanë hup rrugën. Disa tjerë kanë thënë jo, duhet më shku në anën e majt, edhe ata ashtu. Ndërsa disa tjerë kanë thënë jo, ne këmbët i kishim në rrugë, edhe ishim duke ecë, andaj po ndalemi, shkone diturim, po ndalemi këtu, nuk po lvizim, derisa të kalon kjo fortunë, e pastaj, kur të hiqet, ne e vazhdojmë rrugën. Vetëm këta vëllezër janë ata që do të kenë sukses. Kështu do të vëllezër me kanë muslimani. Shkone vëllezër sot shumë bëhen pyetje lidhur me gjanat, disa gjana që treja që vazhdimisht ripërtrihen disa probleme, që në disa ndoshta prej tyre vrehet qartë se është e kotë. Disa prej tyre janë tilla që është ngatruar e kota me të vërtetën, e vlefshme do të thotë me të pavlefshmen. E njerëzit pyesin do të thonë se si me dal nga këto sprova, nga këto fitne, apo cila më thanë është ajo peshorja, me cilën peshorja sakt, me cilën duhet me i marr gjanat ashtu siç duhet, mirë që të na qartësohet se çka është e vërteta, çka është e pavërteta. Shkollëzër, pa tjetër, duhet mu qartësu gjanat. Mirë po, duhet me ditë vëllezër edhe këmë e pyet. Mirë po, shkollëzër, nga ana tjetër, ty si musliman, nuk kërkohet prej teje si musliman që ti me jap gjykim për çdo mesele, çdo çështje që ripërtrihet në umetin islam, apo çdo problem që shfaqet. Ka njerëz që janë caktuar për atë mesele, ata janë dietarë. Hoxhallar të mëdhenj dietar që e pasojnë të vërtetën, që dinë si me dhanë përgjigje. Ti çka ki mu pyet në varr vëllezër kur hin? Ki mu pyet se kush është Zoti yt, kush është feja jote, kush është profeti yt. E kjo padyshim vëllezër që ty si besimtar të jep qetësi në zemrën tënde, ta qetëson zemrën. Nuk ki mu pyet si musliman se a ka gabu filani apo filani kur e ka përmend filan meselen apo jo. Nuk ka më të pyet Allahu vëllezër për këtë. Realisht, ka çështje vëllezër, edhe mesele që thot parimisht nuk kërkohet hiç prej teje me dhanë mendim. Nuk kërkohet hiç me dhanë mendim. Nuk kërkohet prej teje me kanë pjesëmarrës hiç në to. Qoftë pak apo shumë. Andaj vëllezër, shikoni, kur besimtarit i ngatrohen çështjet, ty Allahu të ka lënë të lirë që ti me injoru gjitha ato, edhe mos me hy hiç në to. E ku mu ndalesh të ato gjana, si shtam të ai shembulli i rrugës, ndalesh të ato gjana që i din prerazi se janë sakta. Kapjo asaj që ti e di mirë edhe sakt se është prej festë Allahu subhanahu wa taala. Festë të sakt edhe qëndrueshme. Pse vëllezër shikoni pse po i themi gjitha këto, sepse Allahu nuk i ka lënë gjanat e paqarta vëllezër. Allahu subhanahu wa taala na ka sqaruar dhe na i ka prej gjanat se ku është shpëtimi. Këto janë qarta. Nuk ka lënë to hapësirë që njerëzit me dhanë mendime. Kuptohet? Ka gjana që janë të lirë aty dietarët me dhanë mendimet e veta, që pranojnë studim edhe shqyrtim të vazhdueshëm. Edhe ata dietarë që janë mujtehidun, që i plotësojnë kriteret që me dhanë mendime, i studiojnë çështjet detajisht edhe japin mendime, dikush ja qëllon, dikush nuk ja qëllon. Mirë po, masa e gjerë vëllezër e muslimanëve,
ata që janë fillestar në Islam, nuk duhet me angazhu zemrat e tyre edhe me shqetësu shpirtat e tyre me gjana tilla, se çka tha filani, apo çka ka shkruar filani, apo se patjetër mendon se edhe ky tash duhet me dhanë gjykim për filanin, apo për fjalën e tij, apo atë çka ka shkruar, jo vëllezër. Allahu elhamdulillah të ka dhënë hapësirë që ti mund dal të ato gjanat që i ki të qarta edhe mos me ngarku veten me gjana tilla. Andaj vëllezër, kapjoni asaj që e dini qartë për festë Allahu subhanahu wa taala, edhe qëndro pa luhatshëm to. Kapu, siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mu kap me dhëmball pas tyre çarçi pra sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa Allahu na ruajt personi vëllezër i cili të gjibin e tij, veshin e tij, syrin e tij, zemrën e tij, ja hap dyshimeve, ja hap bidateve, ja hap gjanave të paqarta, mos pajtimeve, armiqësive. Pa dyshim vëllezër që gjëja më e pakt që mundet me të shkaktu kjo në zemrën tane vëllezër është hutia, ngatrimi. Nuk i ki pastaj senet më të qarta. Na vëllezër e dim se, siç tham, domethënë ka njerëz që merren me këto çështje. Sepse shumica e njerëzve nuk e kanë aftësinë, edhe nuk e kanë mundësinë që me dallu se kush e ka mirë e kush e ka keq. Nuk e kanë aftësinë që do thot me i dallu fjalët e njerëzve, me gjyku pastaj se apo me nxjerr, domethënë nuk e kanë atë aftësinë e studimit detajzuar që pastaj me dal me vendime fetare që i përshtaten asaj dukurie që është shfaqur në umetin islam. Sepse edhe ka shumë mesele që shfaqen e ripërtrihen që thojnë dietarët, ndoshta për to ish dashur me utubu ata pjesëtarët që kanë marrë pjesë, domethënë ata pleqt të më shumë mesin e sahabëve që kanë marrë pjesë në Bedër, e që me të cilë të konsultu vazhdimisht Omeri radhiyallahu anhu. Edhe ndoshta thonë edhe këta nëse do të ishin bashkë me studiu këto çështje nuk kishin guxuar ndoshta me dhanë mendim, apo ndoshta kishin pas mos pajtime mes vete. E çështja vëllezër me neve, me dijen e pakt që e kemi, distancën e lartë do prej neve dhe kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe shpalljes, pastaj imani i dobët, fitnet e shumta, epshet se i kanë poshtë njerëzit sot, ana materiale e kështu me radhë, smundjet e ndryshme të zemrës, Allahu na. Atë edhe njeri i cili i konfirmon gjanat ashtu siç duhet vëllazër, ky është personi i cili e ka zbatuar në praktik urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Ky është ai personi i cili e ka shtin funksion mendjen ashtu siç kërkon Allahu subhanahu wa taala. O ky njeri vëllazër është i tillë që vazhdimisht konsultohet me tjerë. Nuk i merr çështjet vetëm sipas kokës vet, nuk këmbgul në gjana që nuk i din. Nuk i din se a janë të vërteta, a janë të pavërteta. Pra është i tillë vëllazër që mundohet, do thot me aqëllu asaj, me ndjek ata që është e saktë edhe e vërtet, në mënyrë që me kanë domethënë i shkarkuar nga përgjegjësia para Allahut subhanahu wa taala. Pra është person i cili nuk nxiton vëllazër, nuk ngutet me i pasu njerëzit posa dëgjon diçka që ata e thonë. Nuk i beson çdo gjë që postohet edhe përhapet prej lajmeve, thënieve të njerëzve që janë vëllazër të panjohur apo janë ignorant, që nuk kanë dije lidhur me fenë Allahu subhanahu wa taala. Ky person vëllazër është i tillë që nuk flet fjalë për cilat nuk mundet me sjell dëshmi edhe argument. Shkon vëllazër, kjo është një parim të jetë madhështor, është një metodologji, rrugë që na duhet me ju përmbajt si musliman në kohën cilën po jetojmë. Mos fol fjalë për cilat nuk mundesh me sjell argument, nuk mundesh me i pohu. Mos fol fjalë për cilat nuk ke argument nga Allahu subhanahu wa taala se janë të vërteta apo pa vërtet. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. I mjafton njeriu si rran kur ai flet çdo gjë që e ka dëgjuar. Pra zër Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet po na i përmend tri gjymtyr kryesore që e karakterizojnë njeriu, që është dëgjimi, shikimi edhe zemra, edhe mendja. Andaj vëllezër, këto janë nimete begati që na i ka jep Allahu subhanahu wa taala në mënyrë që na me i shfrytëzu ashtu siç duhet. E jo me angazhu dëgjimin ton, shikimin ton, zemrat tona me fjalët e njerëzve. Allahu subhanahu wa taala ta ka kriju gjuhën vëllezër.
që ti me e fol të vërtetën, me lezu Kur'an, me ba dhikr, mu angazhu me gjana që cilin dobi në ahiretin ton. E jo vëllezër me fol fjalë, me bardh fjalë që a folin njerëzit, thashë thamë, kjo nuk i takon në asnjë mënyrë besimtarit i cili beson Allahun edhe në ditën e fundit. Sepse nëse vepron kështu, atëherë patjetër që kimë kanë mjerim edhe në dështim edhe në pikëllim të vazhdueshëm.